Një operacion i policisë së Durrësit ka goditur një rast të dyshuar të trafikimit të armëve të zjarrit nga Kosova drejt Shqipërisë me qëllim shitjen e tyre te grupe kriminale. Operacioni koduar Hallkat u finalizua në Maminas, ku në pranga përfunduan 2 persona dhe u sekuestruan 3 pistoleta, 34 fishek luftarak, një automjet dhe një armë e ftohtë. I arrestuar i parë është jetasi me iniciale MB, 34 vjeç, banues në Kukës, i dyshuar për trafikimin e armëve dhe municionit, si dhe për prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje të armëve të ftohta. Sipas policisë, 34 vjeçari po transportonte armët me automjet kur u ndalua dhe u kontrollua në Maminas. Brenda mjetit u gjetën 3 pistoleta dhe 34 fishek luftarak, të cilët dyshohet se ishin trafikuar nga Kosova. Në pranga u vu dhe shtetësja me iniciale DN, 39 vjeçe, banuese në Prizren, e dyshuar për moskallëzim të krimit. Kontrollet vijuan dhe në banesën e 34 vjeçarit, ku u gjet dhe u sekuestrua një dorez ekuri. Policia vijon hetimet për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në trafikimin e armëve, si dhe për zbardhjen e destinacionit të tyre. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.